Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të begatë Ramazanit, mirë se ritakojmë në Kjo është koha. Kohën sot do t'ja dedikojmë drejtësisë, a drejtësi me cilën në qiell është ligj i palëkundur, ndërsa në tokë është sfida më e madhe njerëzore. Zoti thotë se qielli dhe toka mbahen me drejtësi, por çfarë do thotë ky koncept për përditshmërinë e besimtarit? Përse besimtarët nuk arrin dot që këtë drejtësi hynore në cilën Zoti e përmend në krijimin e qiellit dhe tokës, ta zbatojnë plotësisht në jetën e kësaj bote. Por çfarë ndodh kur jetën tonë e ndërtojmë mbi këtë padrejtësi ndaj vetes, ndaj qiellit dhe ndaj të tjerëve? Për të folur mbi këtë koncept, unë sot kam të ftuar një hoxh i cili drejtësinë e ka me rak të veçantë në mënyrë, ai shpesh e përmend në ligjërimet e ditës së Xhuma ose në takimet e ndryshme me besimtarët në qytetin e Lushnjës dhe më gjerë. Jemi me hoxhën e nderuar Alban Puka. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini, urime për emisionin. Hoxh, nëse flasim për drejtësinë, ashtu siç e citova dhe tek hyrja, Zoti e përmend në Kur'an që qielli mbahet me drejtësi. Pra, Zoti thotë e kemi krijuar qiellin dhe në të kemi vendosur balancat absolute. Çfarë duhet të reflektojë ky koncept kuranor në përditshmërinë e çdo kujt që lexon Kur'anin, veçanërisht në këtë muaj të begatë, siç është muaji i Ramazanit, i cili është dhe muaji i Kuranit? Falënderimin tek Zotit, paqja e lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. E dyta, uroj përgëzime për emisionin, e treta, uroj suksese në përditshmërinë tuaj dhe lut Zotin Azza wa Jall që ky mesazh të shkojë ke çdo njeri i cili e do drejtësinë. Allahu i lartësuar nuk ka kërkuar për ne drejtësi absolute, sepse drejtësia absolute i takon Zotit. Ajeti që përmendë pak më parë, Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën me drejtësi, yani ma anzalna sama khalaqna samawati wal arda illa bil haqq. Pra nuk e krijojmë qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre vetëm se me drejtësi dhe qëllim të saktuar. Mirë, po neve nuk do të pyetemi për drejtësinë e universit, pra argumentet e universit, sepse Zoti është ai që vendosi diellin atje kudo, yjet atje kudo, planetet atje kudo, e organizoi jetën në univers në mënyrë shumë precize, gjë e cila kjo i takon krijuesit gjithësisë, por në domethënie tjetër të drejtpërdrejtë në Kur'ani, në aspektin historik, thot laqad arsalna rusulana bil bayinati, i dërguam të profetët ton me argumente të qarta. Po pastaj më çfarë thot? Bil qisti wal mizan, me drejtësi dhe peshore në drejtësisë që njerëzit liakum an-nasa bil qist, që njerëzit mbajnë drejtësimin e tyre. Pra në qiell ka precizitet, ka dhe harmoni. Po. Në tokë nuk është e njëjta, por vijnë profetët si shtylla orientuese për të rivendosur këtë harmoninë dhe këtë drejtësinë e cila në qiell duket qarta, si po her pas here mungon në tokë. Reflektimin në tokë ndodh për shkak se njeriu sa herë që e bën orientimin dhe mendon se nëpërmjet rrugëve të gabuara ose domethënë forma mënyra të cilat ai përpiqet të arrijë diçka shumë të shpejt, ka qefti ka përcej kufit e drejtësisë. Dhe Zoti thotë në Kur'anin Kerim në ajet të drejt për drejt, ku e përmbledh të gjithë drejtësinë, të mirën dhe të keqen me një ajet vet. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Zoti urdhëron për drejtësi, për bamirësi dhe t'u jepni të afërmit tuaj. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dhe çfarë? Do ju ndalon juve nga shturja, degradimi dhe padrejtësia. Një ajet i vetëm është ky. E nisi me drejtësinë që njerëzit punojnë dhe mbaroi me padrejtësinë që njerëzit heqin dorë. Në momentin që neve zgjedhim të kundërtën e drejtësisë, që gjithë pasojat bien mbi shoqërinë. Kështu që sa herë që ne lëm faktorin e zbatimit të ligjit dhe rregullave në tokë, atëherë do të kemi përballë me pasojat e padrejtësisë. Prandaj dhe neve sot kemi këtë gjendje që jemi në shoqërinë tonë, kur të gjithë ankohemi për padrejtësinë, por nuk bëjmë asgjë për t'i dhënë krah drejtësisë. Dhe kjo është ajo që njerëzit kanë zgjedhur me keqardhje, qoftë nëpërmjet heshtjes, qoftë me atë fjalën e bukur të përditshme, zhargonin e përditshme kur them që s'ka gjë lere të kaloj, dhe faktikisht kemi arritur në një gjendje që neve kushdo që flet për drejtësi sot duket si i veçuar nga shoqëria për shkak se fenomenet negative dhe padrejtësia, korrupsioni shpërhapur në atë mas, saqë neve sot nuk i dalim dot më ballë. Ndërkohë, një prej atributeve të Zotit është që ai është i drejti absolut. Po ndërkohë në tokë nuk ka drejtësi jo vetëm absolute, jo. Po shpesh, siç ju thatë, toka dominohet shpesh dhe nga padrejtësia. Përse nuk ka drejtësi në tokë? A është kjo një sprov, a është ky një test? Pasi siç e përmendët, njeriu shpesh ka dëshirë lakmon që t'i thyej kufit, ta teproj me atë, po themi,
kufizim që shpesh i jep ligji, i jep morali, i jep etika, i jep edhe njerëzorja. Po, shiko, unë pak më parë në fillim ju thash që ajetet dhe argumentet ndahen në dy lloje, universale, pra ato që kanë të bëjnë me të drejtat e Zotit dhe krijuesit, ai vendos atë që do. Pra Allahu thatë ju është më i drejti, emri i tij është Al-Adil, më i drejti, dhe kjo nuk ka dyshim, por kemi të harruar argumentet njerëzore ose jemi ahkam shar'ie legjislacioni. Legjislacioni nuk ka nevojë të zbresë Zoti nga qielli dhe të mësojë njerëzve të, por ka nevojë që njeriu ta zbatojë atë çka ka zbritur. Jo më kota shpreha në kontekstin historik që ne i dërguam profetët ton me ligje, me argumente të qarta dhe peshoren e drejtësisë që njerëzit gjykojnë me drejtësi. Pra neve e braktisim ligjin, e braktisim rregullin për interesa të caktuara, e braktisim të drejtën qoftë ndaj vetes dhe të tjerëve, dhe kemi harruar që duke braktisur zbatimin e drejtësisë dhe vënien e saj në funksion, pasojat nuk bien vetëm mbi vetë individin, por përhapet kaosi në shoqëri, mbizotron pasiguria, mbizotron korrupsioni, mbizotron fukarallëku, dhe kështu që njerëzit humbin dal nga dal tretet ajo që quhet norma morale e drejtësisë, dhe njerëzit arrin tek pasojat dhe shohin pasojat e padrejtësisë. Prandaj problemi është tek zbatimi i saj, te vënia në dukje. Kështu që Amr ibn Asi, një nga prisat e muslimanëve, ka thënë la sultanun illa bir rijal, nuk ka pushtet vetëm se me burra. Nuk ka burra pa pasuri, nuk ka pasuri pa mirëqenie dhe nuk ka mirëqenie pa drejtësi. Ndërkohë profeti Muhammed na ofron një platformë ku të gjithë mund të vendosim një tull në drejtësinë tonë kolektive. Të gjithë mund të përfshihemi dhe bëhemi dobishëm për ta ruajtur shoqërinë tonë nga padrejësia. Dhe pikërisht profeti Muhammed thotë se nëse dikush është përballë një padrejësie, le ta ndryshojë atë me dorën e tij nëse ka mundësi. Nëse nuk ka mundësi të veprojë me dorën e tij, së paku le të flasë kundër padrejësisë, dhe nëse dhe në këto situata është e pamundur, së paku ta urrej me zemrën e tij. Si do ta jetësojmë këtë në një shoqëri e cila shpesh përfshihet nga padrejtësitë e ndryshme, nga ato vertikale, pra siç e përmendët, që është idhujtaria dhe dedikimi i adhurimit dikujt tjetër, deri tek ato ku merret haku i tjetrit në mënyrë, po themi, demonstrative. Ky është një hadith madhështor sepse jep gjithë mundësinë njerëzve të mbajnë drejtësi. Edhe pse hadithi ka një renditje, hierarkie juridike, ku thuhet me ra minkum munkaran, ku shikon dikush për jush një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Juristët islam dhe me dorën e tij është për qëllim shteti, institucioni, i cili ka fuqi vendimmarrëse dhe ndalon padrejtësinë. Pastaj i thotë, dhe nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij. Pra, mundësia parë na iku. Nuk kemi mundësinë, nuk kemi vendimmarrës, nuk kemi ata që kemi në dorë ligjin dhe institucionet që të zbatuese. Por kemi në dorë gjuhën, të flasim kundër padrejtësisë, sepse nëse heshtim ndaj padrejtësisë, ajo vetëm përfshin gjithë shoqërinë, po zotëron kaos total në shoqëri të cilat përhapet padrejtësia, dhe shikojmë realitetin që ndodh sot. Dhe nëse nuk mundeni as me gjuhë, atëherë urreni me zemër. Pra, në momentin që ti nuk ke mundësi as të marrësh masat e duhura, qoftë duke nxitur institucionet ligjzbatuese apo duke folur për kundër padrejtësisë për arsye të ndalohet e tjera me radhë, atëherë duhet ta harrosh me zemrën tënde me e pakta, që mos të hyjë në zemër dhe mos të bëhet normale. Pra sot kemi të bëjmë atë me vrasjen e drejtësisë, pra padrejtësia është në bërë natyrshme, që është thuhemi kemi hyrë ke natyrshmëria e të keqes. Pra çdo gjë që shikojmë sot, themi ha mos e ska gjë kjo, le të kaloj dhe kjo, le të kaloj dhe kjo. Mirë, po shikojmë pasojat se kjo heshtje dhe mos urrëtie të keqes, atëherë ka arritur deri atij që neve sot, thash prandaj thash që kushdo që flet për moralin, për drejtësinë, për fisnikërinë, për bujarinë, për familjen, duket si i përjashtuar nga shoqëria, për shkak se është bërë model e keq dhe padrejtësia, madje quhet i Zoti i cili është i shkathët, bën padrejtësi, bën korrupsion, ja del me të gjithë njerëzit, kurse njeriu i moralshëm dhe i drejtë quhet i veçuar, i përveçuar nga shoqëria dhe quhet ndonjëherë i mirë. Prandaj dhe profeti alayhis salatu wasallam na renditi hierarkinë e ndryshimit të keqes. Kush ka mundësi për jush, pra ta ndryshoj me dorën e tij. Nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij duhet flasim, dhe kjo është elita, qytetarët, besimtarët, hoxhallarët, dietarët, intelektualët me kalemin e tyre, me shkrimin e tyre, mediat duhet ta vënë duke problemin, dhe kështu neve e paksojmë të keqen dhe ndryshojmë shoqërinë gradualisht. Ama nëse ne heshtim, atëherë kaosi i padrejtësisë do na kapi të gjithëve. Pra në një formulë i flet të tre dimensioneve të shoqërisë, i flet po themi pjesës institucionale, pjesës po themi udhëheqëse, i flet pjesës
po themi elitës kulturore, atyre të cilët shpesh ligjërimi i tyre mbrin në gjithë shoqërinë, po i flet dhe gjithë secilit që përballë të keqes së paku të mos jetë i kënaqur dhe të mos jetë, po themi, pa ato instinktin e reagimit së paku të brendshëm. Po kjo është e vërtetë. Atëherë çfarë kuptimi ka ajeti i Kuranit ku Zoti thotë: "O ju cilët besuat, jeni të palëkundur në përdrejtësi." Pra, vëni drejtësim. Mos u lëkundni, mos u nxisni nga shkaqet, nga format joshse për të hequr dorë nga drejtësia. Dhe dëshmitarët e Zotit në tokë, qoftë edhe kundra vetes tuaj apo të afërmëve tuaj. Pra fillon nga vetja, fillon nga të afërmit, kështu që kur arrin njeriu këtë lloj grade morale, këtë lloj grade drejtësie, jam i bindur që ai nuk do ndikohet në faktor të jashtëm që do të heshti, do të mbylli gojën, do të kreshojë, patjetër duan sfida, duan përballje. Pra, kjo kanë qenë ditën e parë që është krijuar Ademi alayhis salam deri sot, quhen min sunanillah, nga ligjet e Zotit në tokë, është përballja midis drejtësisë e padrejtësisë, të mirës dhe të keqes, dritës dhe errësirës, moralit dhe të imorales, e tjerë me radhë. Pra, neve nuk duhet mbyllim gojën pse disa njerëz apo disa individ apo disa grupe interesi përpiqen që ta trazojnë këtë shoqëri apo ta zaptojnë nëpërmjet padrejtësisë. Jo, ne kemi mundësi të ndryshojmë. Dhe kemi mundësi të arrijmë në gradat më të larta të moralit të drejtësisë. Pra, duhet edhe të nxisim edhe të rinjtë dhe të reja tona sot që mos kenë frikë të reagojnë, ta mbrojnë veten e tyre, ta mbrojnë drejtësinë e tyre, ta mbrojnë të drejtën e tyre, ta mbrojnë nderin e tyre, moralin e tyre, pasurinë e tyre, të ardhmen e tyre. Pra, neve kemi harruar që duke heshtur ndaj padrejtësisë, neve po e graposim një herë për gjithmonë të ardhmen e këtij vendi. Ndërkohë, drejtësia është më saktë padrejtësia, zullumi, është keq përdorim i mundësive dhe i potencialeve, apo fillimisht është një deformim i brendshëm i virtytit, po themi, në brendësinë e njeriut. Pra, korruptohet njeriu së pari së brendshmi, pastaj i reflektohet jashtë, apo janë rrethanat e jashtme ato që, po themi, e Të dyja bashkë, në fillim fillon me korruptimin e shpirtit dhe zemrës tënde. Në një kuptim tjetër, profeti alayhis salatu wasallam në një hadith madhështor thotë: "Inna fil jasadi mudgha", në trupin e njeriut është një copë mishi. Nëse ajo rregullohet e gjithë trupi, nëse ajo prishet e gjithë trupi, ajo është zemra. Kurse në hadithin tjetër, që është shumë i bukur, thot nuk do të jetë i qëndrueshëm besimi juaj, la yastaqimu imanukum, nuk do të qëndrueshëm besimi juaj hatta yastaqima qalbuhu, derisa drejtohet zemra e tij. Wa la yastaqimu qalbuhu, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, nuk do të drejtohet zemra e tij derisa drejtohet gjuha e tij. Wala yadkhulu ar-rajulu al-janna, dhe askush prej jush nuk do të hyjë në xhenet për sa kohë që komshia yt nuk është e sigurt nga gjuha dhe dora jote. Pra dëmi yt. Pra fillon me korrupsionin e zemrës dhe shpirtit. Njeriu manipulon veten, fillon ta gënjej veten, filloi ta korruptojë veten, t'ia nënshtrojë joshjes dhe pastaj kur paturpësia bëhet natyrshmëri, arrim ke fjala profetit alayhis salatu illam tastahi fasna ma shit. Kur nuk ke turp, atëherë bën çfarë duash. Pra, njeriu e vret turpin, e vret moralin, e vret të drejtën brenda vetes dhe tashmë ai e ka shumë të lehtë të korruptojë të tjerë pasi ka korruptuar veten e tij. Ndërkohë ju përmendët që padrejtësia është e rëndë dhe është e patolerueshme. Mirë po thuaj se me vedi ose pa vedije, askush nga ne nuk i shpëton dot padrejtësisë, qoftë duke heshtur përballë saj, pasi përmendëm hadithin e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili na urdhëroi në mënyrë që të reagojmë së paku emocionalisht ndaj padrejtësisë. Si ti shpëtojmë asaj padrejtësie që vjen në mënyrë pa vetëdijshme tek ne, e bëjmë pa e ditur ose edhe imponohemi përballë saj. Shikoj, njeriu nuk ngarkohet me gjërat të cilat janë përtej mundësisë tij. Por edhe nuk duhet të heqi dorë duke thënë se neve me që nuk kemi mundësi duhet mbyllim gojën para fenomeneve negative që ka shoqëria jonë. Unë mendoj dhe kam bindje të palëkundur, sikur të gjithë ne si popull ose shumica e popull ose gjysma e tij ose çereku i tij të reagojë për padrejtësitë që shikon, jam i bindur që shoqëria rregullohet shumë shpejt. Duke i vënë njerëzit apo vendimmarrëse, të gjithë institucionet vendimmarrëse apo listë zbatuese përpara ndërgjegjes. Sa herë që ne reagojmë, jam i bindur që ato do të reflektojnë në shoqëri. Kështu edhe ata që ne i shohim sot si të paprekshëm, kanë dhe ata frikën e tyre. Kanë dhe ata lëkundjet e tyre, kanë dhe ata luhatjet e tyre, kanë dhe ata pasigurinë e tyre. Sepse brendësia e tyre është e kalbur. Sa herë që njerëzit ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi kurrizin e njerëzve, shiko,
thash nga ligjet e Zotit përgjatë gjithë historisë njerëzimit është se ai ka vendosur një rregull. Suksesi rritet dhe bie nëse ti nuk ke elementet e duhur për ta ruajtur atë. Dhe padrejtësia që ne shikojmë sot rritet dhe do të bjeri. Do të bjeri, por vetëm do të fundosen të gjithë ata njerëz që ndërtuan të ardhmen e tyre me kurrizin e njerëzve, me hallet e tyre, problemet e tyre, shëndetin e tyre, pasurinë e tyre, nderin e tyre, të drejtat e tyre. Prandaj dhe Zoti ka lënë një ditë takimi me këta njerëz. Por thon o Zotë, pse duhet presim ditën e Kiametit? Ne duam drejtësinë tokë, u themi që prisni se historia e njeriu nuk ka mbaruar akoma. Ndërkohë dita e gjykimit është një koncept madhor në trajtimet kuranore dhe në fenë islame në përgjithësi. Po a e bën kjo njeriu pasiv duke thënë se po presim atë gjyqin e madh ku asnjë gjë nuk do të mungojë, apo duhet ta bëj aktiv duke e inkuadruar këtë ngjarje madhore në përditshmërinë toksore? Doja të falenderoja për pyetjen sepse është pyetje shumë e bukur. Dhe thelbi i saj është që kur njerëzit presin ditën e Kiametit që të vijë drejtësia, kjo është nga ato që i thënë shenjat universale, kjo nuk është në dorën tonë. Kurse Allahu kërkon për nesh atë që është në dorën tonë. Quhet nga ligjet toksore ose njerëzore, është kërkimi i drejtësisë dhe vendja e saj në zbatim. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka përgëzuar njerëzit që do të mbajnë drejtësi, por t'i nxitur ta vënë praktikat. Ka thënë nga njerëzit që do të jenë në podiume drite në ditën e Kiametit dhe në të djathtën e Zotit tyre janë ata njerëz që mbajnë drejtësi. Në hadithin tjetër ka thënë do të jetë në hijen e Zotit. Ditën e Kiametit ku nuk ka hije përveç hijes tij është prisi i drejtë. Në hadithin tjetër ka thënë profeti alayhi salatu wasalam mbani drejtësi midis fëmijëve tuaj, friksojini Zotin dhe mbani drejtësi. Pra janë hadithe nxitëse. Në hadithin e ajetin kuranor thot Allah: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi fa'dilu", nëse gjykoni me mbani drejtësi. Pra janë shumë argumente nga Kurani dhe hadithet e profetit dhe nga fjalët e shokëve të tij që tregon që kush ka vullnet dhe dëshirë për ta vënë drejtësinë nuk duhet të dorëzohet mbi faktin se ne po presim ditën e Kiametit. Madje kjo nuk është besimin ton. Kjo është kundra besimit ton. Sepse ne kemi ngarkuar me ligjet universale se çfarë bën Zoti me qiellin dhe tokën. Ne jemi ngarkuar me ligjet njerëzore që duhet i zbatojmë. Quhet al-qadr ash-shar'i, përcaktimi ligjor. Përcaktimi i normës ligjore thotë që nëse dikush ke ligjin zbatoje, nëse dikush vjedh, dënoje, nëse dikush vret, dënoje. Pra ne nuk mund t'i lëm këto njerëz që të bëjnë çfarë të duan, duke heshtur gjithmonë me pretendime se po presim caktimin e Zotit. Jo, kjo është llogaria e tyre në atë botë, kurse në këtë botë ata kanë një llogari të tyre. Por është dikush që duhet t'ia rikujtoj apo t'u tregoj se dhe ata duhet të marrin dënimin që meritojnë duke zbatuar ligjin. Të reagosh ndaj padrejtësive shpesh ka kosto. Po. Edhe kosto të mëdha njerëzore. Po. Për këtë arsye shumë njerëz nuk zgjedhin të reagojnë, madje ndoshta edhe zgjedhin të kundërtën që të jenë në krah më të fortit, edhe pse ndoshta ai bën padrejtësi. Çfarë të bëjmë në këtë situatë ku drejtësia ka kosto? Pikërisht këtu është roli i atyre që i thon vetes në thonjza burra. E them këtë sepse vërtet drejtësia ka kosto dhe kur është parë në një histori njerëzimit që të vësh drejtësi nuk ka kosto. Drejtësia pa kosto është ato shoqëri të cilat nuk reagojnë, që janë të fjetura dhe kanë zgjedhur nënshtrimin, kanë zgjedhur të jenë të varfër, të nënshtruar, të korruptuar, të mbytur nga hallet dhe problemet, duke u shqyer në thonjza si i themin me mjetet më minimale të jetës dhe kanë zgjedhur nënshtrimin dhe robërimin. Pra nuk i takon besimtarit, fisnikut që adhuron Zotin një vetëm, që ai duhet të jetojë gjithmonë i nënshtruar. Nuk është prej fesë tonë nënshtrimi. Pra, njerëzit duhet të reagojnë brenda mundësive që kanë. Unë nuk jam dakord me formën mënyrën si bëhet pyetja që ka kosto. Nuk mund ta vrasin gjithë popullin, nuk mund t'ia mbyllin gojën gjithë popullit, nuk mund t'ia mbyllin gojën gjithë elitës, gjithë intelektualëve, gjithë njerëzve të mençur, gjithë hoxhallarëve, gjithë njerëzve të ditur, gjithë priftrime, kushdo qofshin ata që reagojnë, njerëzve qytetarë, shoqërisë civile. Është e pamundur që t'ia mbyllin gojën. Mjaftojnë që ne të gjithë të denoncojmë të keqen, ta vënë duke sepse ne kemi harruar një problem shumë të madh, që nëse ajo zapton me shoqëri, do thotë shkatrimi në mënyrë totale e shoqërisë dhe të ardhmen e saj, fëmijëve tyre, pasardhësve tyre. Prandaj heshtja këtu është nuk është vetëm robërim, po është nënshtrim total. Dhe kjo në lloj nënshtrimi nuk i takon njeriu, por i takon vetëm Zotit. Ndërkohë ndodh që mund të bashkohen tek i njëjti njeri dy element, edhe besimi, edhe padrejtësia. Po. Edhe agjërimi, edhe zullumi. Po. Edhe falja,
edhe korrupsioni. Po. Çfarë ndodh me një person i cili mundohet që të kërkon dhe qiellin dhe tokën në këtë element, po atë tokë që nuk i takon, po atë tokë që qielli e ka caktuar dikujt tjetër. Është mirë që këtyre të kujtojmë një hadith profetit alayhi salatu wasallam që ndoshta kjo do të ndikojë që ata të hanojnë nga krau i mirë dhe jo nga krau i keq. Nga siguria dhe jo nga pasiguria dhe luhatja që ata kanë për. Pra ata duan edhe Zotin, po e duan edhe padrejtësinë ose grumbullimin e padrejtësisë në mënyrë pa drejtë. Është një jetë shumë madhështore që vlen për të gjithë kategoritë e njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, do të ketë prej njerëzve që punojnë prej punëve të xhenetit. Pra të devotshëm, falin namazin, japin zakatin, agjerojnë e kështu me radhë, thot, derisa mes tyre dhe xhenetit ngelin sa një parakrah. Pra thua se ky tashmë hyrje garantoi parajsë. O yasbiqu al-qadr dhe ka përcjellë të kaderi i Zotit. O ya'malu bi'amali ahli al-janna ahli an-nar fa yadkhuluha dhe praktikon në një punë të veprave të gabuara të xhenemit dhe hyn në të. Dhe do ketë për njerëzve që punojnë prej punëve të zjarrit të xhenemit. Thua ky njeri tashmë hyri në zjarrin e xhenemit. Dhe yasbiqu al-qadr e paraprin atë kaderi për caktimin e Zotit. Dhe bën prej veprave të banorëve të xhenetit dhe hyn në të. Pra kush e ka marrin sigurinë këta njerëz që një ditë falin namazin dhe ditën tjetër bëjnë padrejtësi. A kanë harruar këtë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, kush merr një pllëm tok padrejtësi, do t'y lyhet mbi kurriz ditën e gjykimit. A kanë harruar fjalën e profetit alayhi salatu wasallam, kujdes nga lutja e tij që është padrejtësi, që është bërë padrejtësi mes tij dhe Zotit, nuk ka pengesë. A kanë harruar këtë njerëz që këto fatkeqësi ose këto padrejtësi që i bëjnë në këtë botë do t'i përjetojnë pa dhënë shpirt akoma? Pra njeriu nuk do të jetë kaq arrogant ndaj Zotit, pra është kjo një farë mënyrë si tallje. Kupton që neve edhe mund të bëjmë mirë, po edhe mund të bëjmë keq. Dhe mund të justifikohet me hallin se gjithë shoqëria, nëse i pyet shumë për këtyre njerëzve, me çfarë ushqesh, po ja se gjithë njerëzit. Jo, ne nuk duhet jemi si gjithë njerëzit, duhet veçohemi nga njerëzit. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasallam kur hyri në Medinë, i këshilloi sahabët e tij mos t'i përngjasojnë popujve të tjerë, qofshin në besimin e tyre, qofshin në moralin e tyre, qofshin në sjelljen e tyre, qofshin marrëdhëniet e tyre me njerëzit. Ne nuk kemi ardhur për qenë pasues të popullit, të nështruar ndaj të tjerëve. Islami nuk ka ardhur që të bashkëtojë me të keqen, siç thon disa njerëz, që të ulet pranë të keqet, por qafohet me të keqet, po ta denancojë të keqen. Dhe kjo është aq e qartë në Kur'anin Kerim, qoftë në aspektin doktrinal, çështën e besimit, akidës që i themi, po në aspektin ligjor dhe moral. Pse thot Zoti wala taqrabu zina, mos ju afroni immoralitetit. Wa halallahu al-bay wa harrama ar-riba, Zoti e bëri tregtin halal dhe ndaloi kamatën. Pse Zoti ndaloi wala tadhlimu anfusakum, mos e bëni padrejtësi njëri tjetrit. Pse Allahu thot në Kur'anin Kerim në hadithin kutsi, më falni, o ju robët e mi, unë ja kam bërë haram të ndaluar padrejtësinë vetes time, dhe ju e bëj të ndaluar edhe me disush, fela tadhalamu, mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Përse këto tekste kaq të drejtë për drejta që nuk pranojnë interpretim, ne përpiqemi me ignorancën tonë apo me dobësitë tona njerëzore të gjejmë vetes rrugë dalje, rrugë zgjidhje për gabimet tona. Fundja fundit, këtyre duhet të kujtojmë edhe një moment tjetër që është shumë i rëndësishëm, që profeti thoshte, udhkuru hadhimi ladhati, përkujtoni atë që u aprish shijen e kësaj bote. I than kush është e dërguari i Zotit vdekjen. Nuk do të merrni me veten tuaj dheun që u mbulon dhe qefinin, dhe do të ngelim me supe puna e mirë dhe puna e keqe. Kullu nafsin dha'iqatil maut, çdo njeri do ta përjetojë vdekjen. Wa kullu nafsin bima kasabat rahina, çdo njeri do të jetë peng i veprës së tij. Kush punon mirë sa grimsa do të ta gjej, dhe kush punon keq sa grimsa ato do ta gjej në jetën tjetër. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dhe Zoti yt se bën padrejtësi askujt. Hoxha, ju falenderoj shumë për këto këshilla, këto citime profetike dhe ajete kuranore që i sollet në kuadër të kësaj teme, në temën e drejtësisë. Zoti shpërblet. Zoti shpërblet dhe ju me dhe urime, Zoti ju përgëzoft me xhenet. Dërë miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, e mbyllim me atë që përmendi Hoxha, se Zoti thotë se çdo gjë e mirë që njeriu bën, qofsa grimca, do ta gjejë shpërblimin dhe mirësinë dhe bekimin e saj, po dhe çdo gjë e keqe që njeriu bën, qofsa grimca, do ta gjejë atë nëse nuk pendohet dhe nuk kthehet nga e mira. Një koncept i cili është sa shpresdhënës aq dhe drithërues për atë i cili nuk e heq dorë nga korrupsioni, nga zhvatja e pasurisë së tjetrit, nga abuzimi me atë që tjetri e gëzon, dhe gjithashtu inkurajues për atë i cili do të bëjë mirë qoftë dhe sa grimca. Ju falenderoj që qëndruat me ne dhe mirë takofshim nesër.